Të ngjatjeta krejtve. Ky është epizodi i ri i podcastit Suzan, pak ma special sepse kemi me folë për lidhjet kulturore në mes Gjermanisë dhe Kosovës, me disa gra super të veçanta. Kthehemi për shumë pak e ju mos harroni me na bu like, follow ose edhe subscribe. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan. Na përcjellni të premteve në të shtatë dhe rrjetet sociale. E me që jemi ku jemi edhe jemi si jemi, këtu te Kauçi Portokalt dhe jeni me podcastin Suzan. Jom une Arlinda edhe në këtë epizod e kemi një temë që ndërlidh jo vetëm dy shtete, Kosovën edhe Gjermanin, por edhe mia familje që jetojnë jetë të ndërlidhun me dy kultura, dy skena artistike, dy botna të kundërta, po që pa tjetër kanë edhe diçka të përbashkët. Këtë javë, Goethe Institute dhe ambasada gjermane po shënojnë ditët e gjuhës gjermane me shumë ngjarje, seminare, koncerte, dedikum gjuhës dhe kulturës gjermane. E na në Suzan Podcast po i dedikojmë 2 epizode të veçanta të shkëmbimeve kulturore, gjuhësore, shoqërore në mes Kosovës edhe Gjermanisë. Ky podcast përkrahet nga Goethe Institute e ju mos harroni që na kemi edhe content tjetër në rrjetet sociale të Suzan Podcast në platformën tonë në Substack. Na bëni like, follow, subscribe ose ma mirë me thonë liken, folgen und abonieren. Sot i kam jo një, po 2 musafiret veçanta me fol pak për lidhjet kulturore, gjuhësore, shoqërore mes Kosovës edhe Gjermanisë. Musafire kam Nertila Furiko, drejtuese e Qendrës Kulturore Gjermane në Kosovë dhe Katalina Hein, atashe kulturore në ambasadën gjermane në Kosovë. Një pjesë të muhabetit kemi me bo edhe gjermanisht, kështu që i kemi një 4 dialekte. Unë shqip, gegnesh që i bjen, Nertila shqip tosknesht, edhe gjermanishte të Austrisë, e Katalina gjermanishte hast Gjermanisë. Tung Nertila, haj Katalina, hallo zusammen. Pyetja jone parë që bëj për krejt gratë tona të veçanta është ku fillon rrëfimi yt. E Nertila, ty po du me të pyet ku fillon rrëfimi yt, ku ke lind, edhe cili është rrugtimi yt deri te shefja e Qendrës Kulturore Gjermane. Në radhë pa faleminderit për ftesën, faleminderit për bashkëpunimin, është një kënaqësi e madhe. Unë quhem Nertila Furiko, emri është, thot që kam lind në Shqipëri, në veriun e Shqipërisë, kam lind në Laçvades, jam rrit në Austri, jam formuar në Austri, dhe studimet kam marrë atje dhe karriera ime ka filluar dhe është filluar në Austri. Dhe para 4 vitesh mora një vendim për të punuar në Prishtinë, për një organizatë gjermane, kështu që po, arrita këtu, duke jetuar gjithmonë mes gjuhëve, mes kulturave, mes qasjeve të ndryshme, para shumë për momentin përballem me 2 gjuhë dhe 2 kultura të ndryshme, që janë pjesë e imja deri diku. E ku janë dallimet e mahallave të fëminisë formative në Shqipëni edhe në Vjenë, në Shqipëni edhe në Austri? Në Austri. Po, kam në shumë për këtë pyetje, në fakt, por nuk e shoh se një dallim në vende, nuk i dalloj vendet, por
ndryshojnë sistemet. Do thoja që Austria ose vendet gjermanofolse, si Gjermania si Austria, ofrojnë më shumë struktura, më shumë parashikueshmëri, ke një orientim dhe mund të planifikosh. Ndërsa në Shqipëri ose në Kosovë kemi një fleksibilitet më të madh, kemi një gjallëni, një rini dhe marrëdhëniet ndërpersonale kanë një rol shumë të rëndësishëm. Të dyja janë të vlefshme për mua, janë pjesë e imja dhe domethënë është identiteti im. Unë i përfaqësoj deri diku të dyja. Perfekt. Katalina, më duhet me të thonë që i kemi pas deri po 30 musafire prej krejt Kosovës edhe rajonit, po është hera e parë që kam një musafire nga Gjermania. Por pyetja, po gëzona shumë që pyetja është e njëjtë. Ku fillon rrëfimi yt edhe si u gjenden në Kosovë? Ich fühle mich sehr geehrt. Unë djem shumë e nderuar që jam mysafira e parë nga Gjermania. Rrëfimi jam fillon në fakt në Berlin. Edhe mua më pëlqen qyteti shumë. Po Prishtina gjithashtu shumë cool. Dhe si kam ardhur në Prishtinë, pra rrëfimi jam fillon në Berlin. Ai rrëfim që në SBA, në Angli, me familjen time dhe ma vonë kam shku në Argentinë dhe Brazil nga kurreshtja, pikë së pari, sepse kam dashur të mësoj spanjisht. Edhe për këtë arsye kam kaluar shumë kohë jashtë vendit, kam studiuar ekonominë dhe kam punuar në sektorin ekonomik privat dhe qysh e kam gjetë prap rrugën për në ndërkombëtaren apo në diplomaci, kështu që kjo ka qenë ajo se si kam ardhur në Prishtinë dhe kam derin që da udhëheq këto seksionin kulturor dhe për media në Prishtinë dhe puna jam e zemrës që e bëj mas me kënaqësi është puna kulturore. Kemi prap te Nertila, po du se e kom bo që ashtu mënyrën më shku pak si ping-pong me 3 reketa. Nertila, po na tregon që ka bën qendra kulturore gjermane edhe apo na fol pak për ditët e gjuhëve gjermane që ka mu mbajt këto ditë në Prishtinë. Po, qendra e gjuhës gjermane, qendra Goethe, është një partner kooperacioni i instituteve Goethe, të më thënë që e kanë qendrën në Gjermani. Çfarë bëjmë ne? Nuk japim vetëm kurse gjuhës, megjithëse është shumë rëndësishme, por ne kemi 3 shtylla, do thoja, kurset, provimet dhe pjesën e projekteve kulturore dhe ato edukative. Në kuadër të ditës së gjuhës gjermane, ne hymë në pjesën e projekteve kulturore. Dhe këtë vit ne jemi munduar shumë që të bëjmë një program shumë atraktiv me duke filluar nga lexime letrare deri tek German Slam, tek film screening dhe duke përfshirë para shumë të gjithë Kosovën dhe duke u decentralizuar pak edhe nga Prishtina. Dihet që eventet, domethënë ose më shumë evente do jenë në Prishtinë, por do kemi dhe evente në Prizren, në Pej, në Mitrovic, dhe kjo domethënë e bën shumë të pasur si program. Por çfarë shumë rëndësishme për ditët e gjuhës gjermane është që ne në kuadër të këtij projekti nuk po mundohemi të sjellim thjesht kulturën gjermane në Kosovë, por po mundohemi të krijojmë një platformë që kultura gjermane të takohet me atë lokalen dhe të bëhet një shkëmbim kulturor i mirëfillshëm. Më kujtohet prej vitit kaluar kur ka qenë, mu ka duk shumë interesante dhe kemi kuru ashtë të tillë dhe kemi vendos në listën e eventeve të cilat do të mbohen që i kemi të përjashtshme që quhet Monday Marks, edhe aty më inspiru edhe për këtë projekt, ku deshta me ndo me ty disa fjalë të cilat i përdorim na shumë këto, edhe tash më ka njëherë dokon edhe që janë në gjuhën shqipe, për shembull, ama origjinën e kanë në gjermanishte, për shembull edhe janë kogja automekanike, si për shembull shofershajbne, unë se kom ditë deri vonë se e kom përdorë si fjallë shqipe, ose auspuhe, anlaserin ma kanë tregu misht e mi këtu të stafin të realizus, për shembull kifle,
shlag, ose plët fjallë tjera, po mu që më pëlqen tepër është trafciger edhe gilipter. Cila fjallë ty të pëlqen mas shumë të cilën e përdorim na në këto që kemi shqiptarizu ta quajmë, edhe që të vjen me qesh ose të nxjerr për situatave. Po, që më nxjerr për situatave. Vjen, domethënë në fillim ishte vërtet kështu një ishte habi për mu kur e dëgjosha fjalë, sepse dhe shqiptarizimi i fjalëve ju kishte dhënë një konotacion ndryshe, edhe isha pak, më falë si e the, që the, por me kalimin e kohës, të më thënë ishte shumë naturale, shumë organike dhe fjala që unë kam shumë për zemër se e përfaqësoj deri diku dhe atë fjalë, është fjala shaci, ose shacat, dhe por më pëlqen për dy arsye. Në radhë parë sepse përdoret në një mënyrë aq organike dhe naturale, sa krijon përshtypjen që kjo fjalë është krijuar këtu, por nga ana tjetër dhe është rikrijuar këtu, sepse fjala shaci në origjinën e vet ka një kuptim pak më ndryshe se siç përdoret në Kosovë, dhe kjo tregon më shumë që gjua, domethënë, nuk huazohet, por merret, transformohet dhe sillet në kontekstin dhe në kulturën në vendit që jemi, dhe prandaj e preferoj shumë fjalë, por fjalë e çuditshme ose që më bën të qesh është fjala bine, sepse më shtej shumë kohë të kuptoj që u bëte fjalë për fjalën gjermane byne, që është skena, dhe kisha ngel, domethënë, para njerëzve duke thënë çfarë, por qaj ka fjallën, se nuk kuptoj. Dhe ajo ka kem fjalla që më ka bë më shumë për të qeshur të thoja, sepse ishte dhe komplet ishte shëndru, por vinte nga Gjermanisja. Katalina nuk e ditja edhe në Shqipën heq, as anaj pak, por shqiptarët në Kosovë folin këgja shumë gjermanisht, sidomos taksistat, kur hën taksi gjysën e fjallëve një që për folë me dikën në telefon gjermanisht, bile është tepër e popularizume edhe në Duolingo gjermanishtja në Kosovë, ama atë duken ty fani fjallët që janë integru në Shqipe, fjallët gjermane që janë integru në gjuhën Shqipe? Unë po mundona që disa muj me mësu Shqip, por më ka dalë shumë më vështirë se sa që ko mendu. Kisha dash me mujt me mësu Shqipin edhe përmes Duolingos, por për fat keq s'mundem. Fillim kom provu shumë gjithë shka me folë në anglisht, por e kom pa që në gjermanisht është ma thjesht, sepse njerëzit e kanë vrejti që jam gjermane dhe më kanë përgjesh në gjermanisht, por më doke shumë cool që shumë fjallë gjermanishtës janë përfshin folë Shqipe, por edhe nga gjuhët e tjera, sepse kjo mëson, më ndihmon shumë me mësu, sepse mundem i lidh edhe mi kriju lidhjet me gjuhët e tjera. Natyrisht me fjalë teknike s'është që i dëgjoj shpesh dhe s'kam të bëj shumë, dhe më duken shumë funny se so shumë kanë depërtu në Shqip, dhe disa dhe i dëgjoj, po mandej kosovarët flasin shumë shpejt edhe s'mundem me i kuptu. Apo më ndihmoni me thonë gjermanisht, pe bojmë një pauzë të vogël edhe kthehemi shumë shpejt. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich für euch wieder da. Nërtila, për te gjuhës gjermane, kultura gjermane shpesh lidhet edhe me një farë discipline, edhe me organizimin dhe mbështetjen institucionale për artin. Çfarë mendon ti se mund të mësoj skena kulturore në Kosovë nga mënyra se si funksionon ekosistemi kulturor në Gjermani? Një pyetje shumë e rëndësishme, në radhë parë duhet theksoj që mendoj që të dy vendet mund të përfitojnë ose përfitojnë nga njëri tjetri. Çfarë mund të mësojnë Kosova? Absolutisht strukturat, domethënë proceset, transparencën dhe menaxhimin e artit si një, domethënë si një fushë të tillë. Por gjithashtu mendoj që Gjermania mund të përfitoj shumë ose përfiton aktualisht shumë nga freskia, nga kreativiteti dhe rinia e artit të Kosovës. Është shumë interesant sa shumë artista, producenta, DJ, shkencëtar kanë studiuar dhe bojnë rezidenca në Gjermani, e kemi pas edhe rastin në manifestën,
ku ka qenë burim nga Gjermania, sa është i rëndësishëm që ky rjetizimi kulturor që ndodh mes dy vendeve tona? Është tepër rëndësishëm. Unë mendoj që rjetizimi ka ekzistuar, nuk është një rjetizim i ri, por mendoj që është zhvilluar dhe manifesta ka qenë një nga arsyet, ose paktën sipas perceptimit tim, por dhe një arsye e dytë, domethënë, është dhe rritja e mobilitetit nga heqja e vizave ose liberalizimi i vizave, ka ofruar shumë që arti ose shkëmbimi i eksperiencave më mos ngelet e një anshme. Kështu që dhe artistat lokal kanë tani mundësinë shumë më lehtë për të promovuar artin e tyre në vendet gjermanofolse dhe në Gjermani. Ndërlidhja e madhe me Gjermaninë ose me vendet gjermanofolse mua nuk më bën përshtypje, po të shikojmë se sa e madhe është diaspora atje dhe çfarë ndikimi, domethënë, ka akoma diaspora edhe në Prishtinë ose në Kosovë, kështu që është deri diku e vetkuptueshme që janë vendet e para që janë tërheqës për artistët atje. Katalina, nëse një person nga Gjermania kishte me ardhë në Kosovë gjatë kësaj kohë sa jeti këtu, ose edhe kur e përfundon, çka është një diçka që i kishe rekomandu patjetër me eksperiencu? Unë vetë kam ardhë për herë të parë në Kosovë verën e kalume, në fillim të kohës apo të dyrësime këtu, dhe tash në atë periudhë ka qenë edhe sezona apo periudha e kulturës në Prizren me autostradën bienale që ishte në shfaqje e sipër, mandej Sunny Hill sa kishte përfundu, kështu që ishte për mua shumë impresionuese me pa se çfarë oferta kulturore kishte në skenën kulturore të Kosovës. E di që disa prej tyre ngjarjeve janë edhe sezonale, në një kohë ka më shumë, në një tjetër më pak. Këtë vetë kanë me ardhë dhe shokë miqtme këtu në Kosovë për cilë ngjarje të ndryshme. Unë jam përveç kësaj edhe adhuruse shumë e madhe orkestrës Filharmonisë Kosovës, që i kom pa edhe për herë parë në Prishtinë dhe në Berlin. Për ndryshe më pëlqen me shiku shumë edhe filma vjetër në Kino Armata, sepse është shumë interesant me pa se sa shumë histori ka me ofru ky vend, dhe pikërisht Prizreni është ai vend ku në mënyrë mbretëslonëse ndërthuren historia dhe modernja. E deshta me të vetë këngë shqip, të pëlqen diçka edhe nëse nuk kupton. Një këngë shqip. Janë bile dy këngë në fakt. Në javët e para të mia këtu në Dokufest në Prizren, kur kam qenë, jam ftu me marr pjesë në një koncert të Limanit. Dhe natyrisht nuk kam kuptu asnjë këngë të tij, asnjë tekst, por muzika më ka marrë me veti, ambienti, kështjella, hana e plot. Gjitha këto më kanë impresionu shumë dhe kënga e qutur Kitara më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe po shpresoj që shprehje edhe sakt çaj kitara ime të. Edhe ma vonë kam përkthy tekstin e kam kuptuar që kam një lidhje shumë të veçantë me këtë këngë, sepse edhe unë vetë kam lut kitare për një kohë gjatë. Dhe qysh e thash edhe më herët, unë pata nderin të jem në koncertin e Filharmonisë Kosovës në Berlin, dhe ata në atë koncert e kanë luajtur një pjesë të një vepre të Valton Beqire që quhet Balli Lart. Ka dhe një tekst, por nuk e di, nuk jam njohur me atë tekst, por ka qenë jashtëzakonisht impresionuese. A mund të vendosim për ju Limanin? Okej, në faqen tonë në Substack, nëse e keni përcjell, që ma mërmendja që po, se kemi folë ma herë që po, e kemi një rubrik që quhet 10-10, edhe që bojmë pyetje përgjigje të shpejta me artist, po deshta me bu me juve, edhe
pyet nëse kishit pas mundësi me i ftu 3 nga figurat kulturore nga Kosova ose Gjermania, dekun ose gjallë, cilët kishin me qenë ata? Fitoj unë? Okej. Pyetje shumë e vështirë, sepse mendoj që gjatë rrugtimit tim në Kosovë kam pas nderin, por edhe privilegjin të bashkëpunoj me artistë dhe me figura publike shumë të mirë, kështu që kam shumë vështirë të bëj një përzgjedhje, por duhet të them këtu që ka një personazh e cila nuk jeton më, që do më kishte interesuar shumë, dhe ajo është Vjosa Berisha. Do kisha pas nderin, do kisha pas shumë qejf të njoh një personalitetin si ajo. Por të rikthyer tek pyetja, do thoja që unë do u fokusosa më shumë tek rolet. Nëse do kisha një pjesë të tillë, do ftoja një personazh, një artist ose artiste shumë të re, një personazh tjetër që i shërben këtij personi si një role model, si modele, dhe një personazh nga personazhet e vendimmarrë që janë të gatshëm të hyjnë në dialog, të reflektojnë dhe pse jo të marrin masa. Kështu që do e shifsha atë dinër ose atë tryezë më shumë si një dialog dhe një hapësirë për të krijuar perspektiva të ndryshme. Katalina? Ishte thjesht, por me që lexoj me kënaqësi, unë i kam përzgjedh 3 shkrimtare, të cilat në mënyrë shumë të bukur e paraqesin ndikimin e historisë në përvojat personale dhe ato në mënyrë letrare. Ato janë fillimisht Jenny Erpenbeck me librin e saj Kairos, për shembull Lea Ypi mandej me librin e saj Të lirë, dhe Jehona Kicaj me librin e saj Mendoj që këto shkrimtare janë figura, personalitete shumë interesante, në qoftë do të kishim ulur në një tavolinë do të kishte të krijonim apo zhvillonim një bisedë jashtëzakonisht mirë. Mirë po, ndikimi i historisë me përvojat e tyre personale, mënyra si ato i paraqesin luftën, diasporën, ndryrimin e sistemit, ndryshimet, të analizat briljante shoqërore në një gjuhë shumë formale. Dhe fat kemi të gjithë që ne do të kemi mundësinë që së paku ta njohim Jehona Kicaj në kuadër të ditëve të gjuhës gjermane. Siç thash, nuk ishte thjesht një personalitet tjetër që do ta kisha ftuar, kishte me qenë Hermann Hesse. Sigurisht që nuk do të mund ta ftoj, por edhe këtë kemi mundësi ta dëgjojmë në kuadër të ditëve të gjuhës gjermane, në kuadër të një leximi. Mandej ka edhe artistë të tjerë të jashtëzakonshëm, ndërto është edhe Kristine Ndrecaj, një krijuese e filmit, e cila vjen këtu në Prishtinë për ta paraqitur filmin e saj The House with a Voice, dhe me që unë jam edhe merrem edhe në rrugën time profesionale, më lidh kultura dhe politika, ka edhe personalitete të tjera nga politika që kanë pasur ndikim tek unë, dhe një nga to është edhe ish kancelarja federale Angela Merkel, e cila natyrisht nuk do të mund të jetë në kuadër të ditëve të gjuhës gjermane këtu, mirë po do të kemi si mysafir një ish politikan tjetër që është Michael Roth, që vjen në kuadër të ditëve të gjuhës gjermane për të prezantuar librin e tij, në të cilin ai në mënyrë të jashtëzakonshme ka ndërthurur politikën, shëndetin mendor, edhe këtu edhe në kuadër të atij libri, por edhe në rrugtimin tim është krijuar në mënyrë shumë të bukur politika dhe kultura. And this is the end, my friend, ose ma mirë me thonë das ist das Ende, mein Freunde. Po kretë në fund në rtila ndështa me qitë në rrugë dëgjusit dhe shikusit, deshta me të pytë për punën që e bëni për një tri në Kosovë, që do në më u lidh në përmes kulturës, artit, edhe në përmes gjuhës gjermane, qoftë muzika, letërsia. Qysh i ndihmoni ju këtë proces të lidhjes? Po, përveç, të më thënë që ofrojmë
kurset, që gjuha është thelpsore, në qoftë se duhet të lidhesh me një vend tjetër, është pjesa kulturore. Kemi bursa, kemi rezidenca, shkëmbime kulturore, ofrojmë këtu, domethënë shumë punëturi, workshops, siç quhet, dhe është një mundësi e mirë, domethënë do filloja duke lexuar për vendin, do sugjeroja të marrin pjesë në për evente të ndryshme dhe ditët e gjuhës gjermane përshtaten shumë mirë për të filluar, por dhe një këshill, domethënë që sidomos në fushën e artit kam shumë të rëndësishme ta them, është që të merret më e mira e çdo vendit, të merren domethënë eksperiencat, por mos të humbet identiteti. Nuk është ideja të sjellim këtu modele ose kopime nga vendet e tjera, sepse Kosova ka një identitet shumë të fortë kulturor, por është ideja ta strukturojmë më mirë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme të ruajmë dhe të zhvillojmë identitetin kulturor që ekziston. Okej, faleminderit shumë Nertila, danke schön Katalina, po besoj që u kënaqet dhe po besoj që ishte një podcast informativ edhe po shpresoj me u kënaq në të gjitha eventet që do të ndodhin për ditët e gjuhëve gjermane. Dankeschön. Faleminderit shumë juve që na keni ndëgju edhe shiku. Në linqet poshtë i keni të gjitha informacionet për eventet në ditëve gjermane që do të ndodhin javën që vjen, e ju mos harroni me na bu follow, like, subscribe, e pse jo edhe na i koment. Unë ju dua, ju e dinim. Ciao. Fillon rrëfimi yt. Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.